Përshëndetje, ja ku jemi në Reborn Live. Mirë se na erdhët. Mirë se erdhët në këtë Reborn Live. Hajde të gjojë mirë. Yes. Atëre, kështë bërë një plan për këtë bisedë live sot. Dhe me gjitha të planet nuk janë asë njerë planet e reja, si që mund të quajmë, ato të cilat ne po mësojmë të jetojmë jetën në një mënyrë të re, në një mënyrë unë e quaj jo lineare, por muzika të jetë në volumin e duhur. Okay. Pra, kjo bisedë live ishte me titullin Trekëndshi i manifestimit të jetës. Ndoshta është pak e lartë muzika, po e lëm në background, por jam duke vënë në background atë që quhet light codes. Muzika frekuenca që po dëgjojmë quhet kodet e dritës. Dhe përpara se ta filloj me temën që kemi, të themi, në plan, dohet të vendos jo vetëm të muzikë, por dhe ta fillojmë me një meditim, me një aktivizim të dritës. Sepse nuk e di nëse ndjeni ju, por në planet dhe kudo, aty ku jeni ju, këtu ku jam unë, kudo, në çdo pikë të planetit, është një energji shumë intensive. Nuk e di nëse e keni ndjerë ju këtë. Dhe përpara se të flasë, mund të më thotë dikush që dëgjohet mirë, pak të nga skuadra, dhe nuk ka rëndësi se çfarë teme flasim, apo çfarë duam të manifestojmë, apo krijojmë, do flasim dhe për atë temë. Okej, faleminderit Dorela. Dhe ka rëndësi në radhë të parë të kuptojmë, të jemi realist, të jemi shumë realist, të jemi në sinkronicitet që unë e quaj, me çfarë është duke ndodhur përqark nesh. Kush tjetër e ka ndjerë këtë kohë dhe ndjen në këtë moment që ju kuptoj të gjithë ju që jeni njerëz që unë i quaj të ndjeshëm, inteligjent dhe në lidhje, po mundohem të mbaj drejt, mbaj cen e telefonit, dhe nëse ju jeni njerëz që nga ata që unë i quaj të vetëdijshëm ose present, me energjin brenda, po dhe energjin lart, jam e sigur që ndjeni që është një energji shumë intensive në planet. Dhe është raportuar tani dhe nga të tjerë që ajo energjia e tokës që matet ka qenë në një lëvizje shumë të shpejtë. Dhe kur kjo lëvizje energjike e tokës, frekuenca Schumann që quhet, është matur bile nga instituti që merret me matjen e frekuencës së tokës, dhe është një energji shumë intensive në planet njerëz. Dhe kjo pasqyrohet në jetën tonë, pasqyrohet në çfarë po ndodh në nivel social, ekonomik, politik, dhe mbi të gjitha pasqyrohet edhe në ndjeshmërinë tonë emocionale si njerëz, sepse kemi thënë që ne njerëzit, specia njerëzore ka ardhur në planet të ndjej emocione. Dhe ne jemi një me natyrën, jemi një me tokën. Aura jonë është një me auron e tokës. Dhe atë që quhet Taurus, energji që rrotullohet, vibrimi rreth tokës, dhe sot unë do ju paraqeset nëse ky Instagram, se jam në një telefon të ri dhe nuk shoh një moment të ketë mundësinë
Po e di pse ka ky Samsungu këtë gjë, unë daja me ju vizuale më parë, imazhe. Sepse kam një imazh shumë me vlerë, shumë interesant të kodit gjenetik, se si rrotullohet ADN-ja, po energjia në ADN-n ton, dhe është një imazh i ri, një moment se mos ka një mënyrë tjetër. Wow. Që di se Apple e kishte mundësin të ndaja, do ta kërkoj pak më vonë ose ma gjen dikush, që pse Samsungu në Instagram Live nuk e ka videon, por nuk ka opsionin që unë të ndaj imazhet si që kam darë më parë. Okej, dhe megjithatë të vazhdojmë. Do të ndaj në story. Atëherë pas bisedës live, ju do shihni në story imazhin, një imazh të ri që nuk e kam darë më parë, të lëvizjes energjike në ADN-n tonë të përfaqësuara nëpërmjet kodit tonë gjenetik. Dhe për tani ishim duke thënë që kjo lëvizje energjike në planetin Tokë dhe për qark trupave tanë, se ne njerëzit jemi në rezonancë me këtë intensitet, është pak intensive dhe është një ndjesi e fortë emocionale, njerëz që reagojnë, njerëz që mendojnë më shumë, shprehet në formë pak kënaqësie, në kuptimin e të vënit në dyshim të shumë gjërave në këtë realitet. Dhe ja po lexoj dhe ju. Eglantina thot kohët e fundit është ajo që ndjej është se më ikin shpejt mesazhet. Dikush tjetër thot, por që partije kam patur dhimbje të forta koke, gjumë, absolutisht, dije çuditshëm, dhe le të lexoj të tjerat. Është një ndjeshmëri e lartë, gjendje rënde emocionale. Një tjetër thot luftë të brendshme tek njerëzit shumë, dorela shumë. Dhe ka rëndësi thjesht ta observojmë, pa u futur në këtë vorbullën. Është një vorbull, dua ta filloj me këtë përvara se t'ju them çfarë është manifesti dhe trekëndshi manifestit dhe çfarë të tjera dua të ndaj. Kështu që për një moment le të vijmë së bashku në një moment qetësie. Le të marrim një pauzë dhe të aktivizojmë një energji të lartë drite në kompresim dhe për të neutralizuar një energji shumë intensive deri në energji të errët për qark në planet. Dhe kjo nuk do të thotë që ne njerëzit spiritual apo njerëzit pozitiv të pretendojmë. Nuk do të thotë të jesh pozitiv dhe të pretendosh që gjithçka është super, jemi pozitiv, kaloj shumë kollaj mendjen nga mendimet negative në mendimet pozitive. Jo, nuk është forma e cila vërtet punon për të përjetuar këtë jetë. Në 2-3 vitet e fundit kam patur mundësi të takohem me shumë njerëz që janë në konfuzitet të lartë. Dhe këtu futen nga njerëz të suksesshëm deri në njerëz që duket sikur nuk e kanë gjetur akoma potencialin e tyre në jetë. Ky konfuzim mund të shfaqet në forma nga më të ndryshmet. Mund të shfaqet nëpërmjet sjelljeve të fëmijëve, duket sikur prindi është në rregull, por fëmijët janë ata që kanë filluar të iniciojnë prindrit, ose nga ana e kundërt, ana sjelltës. Ajo që është e përgjithshme dhe që është e vërteta është që të gjithë jemi duke përjetuar një ndjeshmëri emocionale në forma të ndryshme që paraqitet në formë pengesash, konfliktesh, mendimesh, dhe prandaj le të gjejmë një moment dhe të qëndërzohemi. Ju ftoj së bashku në një frymëmarrje të thellë. Këti nuk më tha dikush, pak më shumë, dëgjohet muzika, dua pak precizion edhe nga ju. Nëse muzika është okej.
Dhe me atë frymarrjen magjike që i kam dhënë emrin magjike, frymarrja firsamonik. Sepse kam gjetur që ndodhin shumë procese në të njëjtën kohë nëpërmjet asaj frymarrjes. Ta ul pak zërin e muzikës, më thot dikush. Një drejtim. Okay. Pres një moment. Okay. Yes, bona, inaro, që faleminderit. Ja u rikujtoj dhe njerë. Trupi mbahet drejt, i mbështetur, plotësisht, të ndihet që është mbështetur, të ndihet shtylla kurrizore që je plotësisht këtu. Dhe të mban ty. Ndjeni se si këllqet, të dy këllqet e trupit janë plotësisht të tokësuara këtu. Këmbët të mbështetura në tokë. Ndjeni që jeni plotësisht të tokësuar. Me frymarrje nga hunda, mbushet barku me oksigjen. Diafragma, shihni duart se si hapen. Diafragma, krahërori, zgjerohet. Duart mund të jenë edhe për orientim, që e ndihmojnë mendjen të zgjerojë trupin, por ju kujton juve dhe fenomenin e firzamonikës. Kur hapen duart kështu, orientohet mendja, truri dhe kur unë, ndërkohë që jeni të mbështetur mirë, dhe kur unë them, hape dhe shpatullat të liruara, qafa e liruar, shtylla kurrizore automatikisht forcohet, sepse do që ta mbaj trupin. Ti shpesh u shpjegoj që dhe mendja juaj ta kuptoj çfarë ndodh. Por gjithmonë vëmendja e mbështetur, kur hapen duart, fryma nga unda. Qafa lirohet, del përpara krahërori, zgjerohet, firzamonika hapet, po firzamonika nuk shkon kështu, ju kam thënë, firzamonika ulet, si që mbante ai që luante firzamonik. Automatikisht qafa lirohet, çdo mendim, çdo tension, koka ulet pakës, drejt zemrës, dhe e mbajmë 4 sekonda, pezu, frymarrjen. Dhe këtë e bën shumë lehtësisht se ke krijuar hapësirë, je zgjeruar. Mbaj për 4 sekonda, 2, 3, 4. Dhe liroj nxirre nga goja të gjatë, po e nxorr nga unda dhe më mirë, 2 fish të gjatë nga goja. Shije se lëre trupin komplet relaksohet, të rrëzohet. Por ndërkohë vithet këllqet të tokësuara, shtylla kurrizore drejt, firzamonika mbyllet. Dhe e përsërit 3 herë këtë. Syt mundi mbani të mbyllur, që e palla të rënduara, edhe njerë frymarrje nga hunda, 1, 2, 3, 4, hapin firzamonikën, diafragmën, krahërorin, ndjeni stingullin e arit se si kalon në esofag, prek nervin vagus, hapet trupi dhe mban lehtësisht për 4 sekonda pa marrë frymë. 2, 3, 4. Dhe nxjerrim 2 fish të gjatë. Mbyllim firzamonikën, trupi është futur brenda. Shtylla kurrizore është mbyllur brenda. Liroj trupin, liroj shpatullat, kokën. Okay. Përsëriteni edhe një herë dhe do ta ndjeni se si jeni shumë herë.
të relaksuar. Muzika ndërkohë është kodet e dritës për të sjellë në këtë hapësirë këtu frekuencë shumë të lartë. Edhe njërë nga hunda, 2, 3, të barku, krahërori, ula shpatullat, këllqet puthitura, 4 zirohet, mbahet, 2, 3, 4. Nxirre 2 fish të gjatë. Lëre shtyllën kryesore të shkojë brenda së bashku me diafragmën, sepse ajo krijon lëvizje të nervit vagus dhe krijon një rrymë të thellë, relaksuese në trup, sepse ai është roli i nervit vagus. Ne do postojmë dhe një video këtë javë për ju që jeni të rinj, ta kuptoni dhe më mirë çfarë roli ka nervi më i gjatë i trupit, që quhet nervi vagus, do thotë endacaku. Endet në të gjithë trupin tonë, në të gjithë organet tonë, është nervi më i gjatë dhe më i rëndësishëm, luan shumë funksione, por mbi të gjitha për të relaksuar sistemin nervor, për të atë që quhet rirregullimi i sistemit nervor. Jam e sigurt në këtë moment ju ndiheni më të qetë, trupi ndihet më i relaksuar, mendja më e ngadalt. Do i vokoj për një moment energjinë e dritës, ju mbyllni syt, me vëmendje në trup, në zemër, sillni ndoshta edhe një synim tuaj, sepse është dita e parë e vitit të ri, sipas vitit të manualit njerëzor. E kemi thënë ka qërë që nuk është janari, janari është viti komercial, linear, i vendosur nga ana energjike 22, sot është 22 janar, një ditë me një përputhje energjike të lartë, por dhe ditë iniciimi, fillon energji e re, nisma të reja, vizione të reja, idera të reja. Disa nga ju duan ta iniciojnë me këtë rirregullim të sistemit nervor. Është gjëja e parë që nevojitet tani në planet. Përpara se të vendosim çdo synim, synimet mund të jenë shumë të bukura, shumë vizionere, por është një tension në ajër dhe ky tension mund të krijojë dyshime, dilema dhe na duhet të stabilizojmë sistemin tonë nervor dhe sistemin tonë trupor. Unë syt për një moment e dashur Divine Healing Hand, dashur drita dhe dora e lartë shëruese, inteligjenca e lartë rinore, të duam të nderojmë, të respektojmë. Frymëria thellë, të lutem aktivizo dhe sill këtu energjinë më të lartë, të dashurisë, të dëmshurisë, të paqes dhe të harmonisë, për të shndëruar çdo negativitet në trupin, mendjen, shpirtin e çdo pjesëtari në këtë Reborn Live dhe të çdo njeriu që e dëgjon këtë transmetim në një moment më vonë. Lutem dhe për to në trupin, mendjen, shpirtin e tyre dhe shndëro çdo energji negative në energji të lartë, me frekuencën e lartë të dritës, paqes, harmonisë dhe dashurisë në trup, në mendje dhe në shpirt. Frymëria thellë. Çdo frymërie të ri, ndiqni dritën, thirreni dritën, ndjejeni, të
Të gjithë sensorët e trupit janë duke thithur, rjetuar. Energjinë e inteligjencës së lartë hyjnore shëruese nëpërmjet dorës. Hyjnore shëruese tani. Në këtë moment je ke bërë një kanal lartë drite. Duke vendosur të dyja duart në ëmbël, falendero. Së bashku me mua këtë inteligjencë. Faleminderit, faleminderit, faleminderit. Faleminderit dora dhe drita e lartë shëruese. Kisong, kisong, kisong. Be well, be well, be well. Dhe me frymarrjen tjetër të fundit ankorojmë të gjithë të dritë në trup, nga fundi i barkut në fundin e trupit, e këmbët dhe në tokë. Për të krijuar dhe tërkuar këtë energji dhe në tokë. Dhe stithim lartë nëpërmjet frymarrjes tjetër, e sillim në trup, në ëmbël. Dhe jemi këtu, present. Dhe tani me këtë qëndërsim, uroj të ndjeni më present, më brenda vetes, më të toksësuar. Trekëndshi manifestimit në jetë. E kam darë dhe më parë që në ligjet mistike flitet shumë për këtë trekëndësh të manifestimit në jetë. Dhe në fakt vetë numri, frekuenca e numri 3 është lëvizje, është manifestim, është krijim. Në manualin njerëzor në kodin gjenetik, çdo kod që është në linjën 3 ka një përjetim shumë të zjarrt, shumë të shpejt, shumë dinamik, shumë manifestues. Çfarë është ky trekëndsh? Maja e tij përfaqëson synimin, vizionin. Dhe është pikërisht energjia e kodit 41, i cili është aktivizuar këtë javë dhe është prezent në fushën kuantike, në fushën energjike të ekzistencës sonë. Dhe të gjithë ne ndjejmë që duhet të bëjmë diçka të re. Dhe dikush mund të vijë, nuk më pëlqen më kjo gjë. Nuk rezonoj me këtë gjë. Ndoshta nuk thot që do filloj diçka të re, por ndjem që diçka e re duhet të filloj dhe është maja e trekëndshit të manifestimit në jetë, e këtij trekëndshi mistik. Synimi, vizioni. Dhe unë do ju ftoja të gjithë, nëse jeni në këtë përjetimin e konfuzimit, sepse jeni, është energji e lartë konfuzimi në planet. Dhe ky bën hapin e parë dhe na fton kjo energji, thot bëu i qartë dhe fillo në qetësinë e brendshme, është imagjinat 41-shi. 41-shi nuk ekziston në mendjen logjike, nuk është energji logjike. Është fakulteti imagjinar i subkonsciencës. Dhe çuditërisht është në qendrën e bazës së trupit, për ju që ndini manualin dhe që po vjen, çudi që nuk pas kam opsionin e imazhit këtu. Por, ndërkohë ju e keni marrë të gjithë manualin njerëzor, e keni shumë të lehtë, dhe ata që nuk e kuptojnë sistemin e njeriut, sistemin energjik, manualin njerëzor ja u bën shumë të lehtë. E merrni në bion në profilin e faqes son, merr manualin tuaj njerëzor falas për ju të rinjt. Në mënyrë që t'jeni në një linjë me çfarë po flasim. Dhe aty merrni atë vizualin me 9 qendrat energjike që kanë të bëjnë me funksionet
fizike të organeve të trupit tuaj dhe të gjitha sistemet e tjera fiziologjike të trupit. Nuk janë thjesht qendra energjike abstrakte. Janë tamam ato hub që quhen në anglisht, fusha, vortekse energjike në trupin tonë. Dhe ky kod 41, kjo energji që është aktivizuar këtë javë, është në qendrën e bazës. Rrënja e trupit tonë është kodi i parë fare që del nga rrënja. Çuditërisht, ky fakultet imagjinar, ky kapacitet i njeriut për të imagjinuar në gjendje alfa, në gjendje të qetë, kur ne aksesojmë subconsciencën, aty është ky, aty flet, aty është i qartë, aty pulson. Po flasim për pjesën fiziologjike tani, si funksionon mendja, truri, dhe çuditërisht në qenë edhe në bazë. Dhe prandaj ju e bëni lidhjen vetë, që se ka shumë rëndësi, trupi dhe mendja të jenë të lidhura. Dhe gjithçka iniciohet me këtë thot, por do jesh i toksuar në tokë, në mënyrë që ky të filloj të inicioj dhe të manifestoj. Pra, fillimisht thot, shko në qetësinë tënde dhe vendos vizionin, thot trekëndshi mistik. Çfarë është qëllimi yt? Çfarë të inspiron ty në jetë? Çfarë është ëndra? Ky është kodi i ëndrave. Dream. Ëndrave, të themi, synime, dëshira në jetë. Është edhe kodi i ëndrave. Shanset janë që ëndra që mund shikoni këto ditë janë shumë të gjalla, sepse është energji, thamë, në subconsciencën e njeriut. Dhe subconscienca është ajo që jep televizionin e qartë në gjendje ku, në gjendje të qetë, beta, gjendje e gjumit, alfa, beta, i shpjeguam edhe në trajnimin 5 ditor, për ata që ishin. Ju kujtohet diagrama e valve të trurit. Pra, ky kod funksionon në gjendje të qetë, në gjendje gjumi, në gjendje ajo që quhet theta, pra në gjendje të qetë. Theta healing nuk është ndonjë çudi, se dëgohet vazhdimisht theta healing. Ju në këtë moment, kur bët atë meditim, ishit në gjendje thellë, për ata që e bën. Nuk ka nevojë ndonjëherë të meditojmë nga 1 orë, në mënyrë automatike. Disa njerëz ishte një self-hipnoz e shkurtër ajo që bët, me njërë automatikisht trupi kalon në gjendje alfa, theta. Dhe në atë gjendje, ju mund të aksesoni dëshirat tuaja, shërimin, ndryshimin energjik në trup. Në atë gjendje bashkohet energjia e trupit me subconsciencën. Ju mund t'i jepni trupit komanda, quhet self-hypnose, dhe ju mund ta mësoni vetë këtë gjë. Pra ky është kodi 41, pra në gjendje të qartë. Më mirë se sa emrat alfa, theta që duken pak sa gjuhë shumë e sofistikuar për disa, me të drejtë, në gjendje të qartë. Dhe gjendje e qartë është në gjendje e qetë, e thellë, qetësie, ku mendja e aktivizuar, e llogaritjeve, e alerte, nuk është shumë aktivizuar. I ka dhënë akses gjendjes së qartë të trupit. Dhe vendosni një synim këtë javë, vendosni një dëshirë, vendosni një çfarë është diçka e re që duhet filloj në jetën tuaj, çfarë duhet të ndryshoj. Në cepin tjetër të trekëndshit është ajo që quhet dëshira. Pra, synimi, dëshira, dhe dëshira është gjithashtu e lidhur me 41-shin. Pra ne ka shumë rëndësi 41-shi. Pra ne kjo javë është shumë e rëndësishme për ju të merrni vendime në lidhje me krimin e jetën tuaj në vitin 2026. Dhe prandaj ju kisha thënë dhe në trajnim që lëreni janarin ta shijoni, keni dalë nga festa, keni dalë është një gjendje akoma reflektimi dhe hibernation që quhet,
Dhe gradualisht do vi një energji e cila do na thresi, do na aktivizoj, do na shfaqet në formën e kësaj dëshire. E përsëris, ndryshimi është që se nga viti në vit frekuenca ndryshon, planeti ndryshon, evolucioni i njeriu ndryshon, lëvizjet, nevojat. Çfarë trekëndçi mund të përjetonim në 2025-ën, mund t'jetë ndryshe nga ky vit. Sepse dhe thamë është dhe një lëvizje energjike shumë intensive, që do të thotë edhe këtë proces do ta bëni me shumë dëmshuri, me shumë qetësi, me shumë dashuri për veten, me shumë durim. Faleminderit për zemrat. Pra, edhe dëshira, cepi i dytë i trekëndshit, është pikërisht ky kanal 41-30, ka të bëjë me emocione. Ndërkohë është energji e lartë emocione, prandaj edhe unë atë postimin për këtë bisedë live sot, zakonisht aty dal me ngjyrë purple, e vëmë në ngjyrë të kuqe, sepse energjia e këtij kanali është e kuqe, është e zjarrt. Pra në planet ka një energji të zjarrt, intense, emocionale, dhe normalisht duhet jetë kështu, por interferenca dhe vibrimi në planet tani nuk është shumë i lartë. Kështu që kjo ngjyra e kuqe në ca vende është djegur. Pak se janë djegur siguresat, e imagjinoni ju. Gjë e parë që na fton, kjo energji intensive, emocionale, zjarrt, shihni numri, të pim shumë ujë, sepse do neutralizuar me ujë. Mund të pini shumë ujë, mund të bëni vaska, mund të shkoni afër ujit, afër detit, afër liqenit, mund të imagjinoni me ujë varën. Në disa meditime ose seanca terapie, unë përdor shumë një terapi të shërimit me ujë varën e tokës, me një well, që i thonë anglisht, s'është pelg, oaz i gjelbër. Dhe disa njerëz përjetojnë lirime shumë të thella. Sjell energjinë e ujit, tokës, dhe ata njerëz i futën në këtë oazin e ujit të gjelbër, nuk është ujë blu, është ujë gjelbër, i shoqëruar me energjinë e tokës. Dhe kur bëj atë hipnovisionin apo hipnozën e aktivizimit të jetës, ndjej që duhet i fus në varësi të kodit të tyre gjenetik, duhet të vendosen në disa energji të caktuara që të ndihmojnë lirimin e tyre. Prandaj edhe këtë javë shumë energji ujë. Për ta neutralizuar këtë energji të këtij kanali, është energji kolektive 41-shi, që do të thotë është large, është e madhe, është globale. Dhe cepi dytë, dëshira, përfaqësohet po nga ky kanal, në fakt nga energjia e kodit 30. Dhe të dy bashkë këta janë një kanal. Dhe që do të thotë në vendosjen e këtij visioni, ka nevojë ta shoqëroj me pasion, me emocione. Cepi tretë, pra do kaloj përsëri, për t'i renditur të tre cepat. Cepi tretë është veprimi. Ne mund kemi një vizion, ne mund kemi dëshirë, emocione, disa njerëz kanë ndjeshmëri shumë të lartë. Pra që në maniqme unë kam patur 2 gra veçanërisht në këto takimet e fundit, që njëra pothuajse qante nga emocioni, thjesht se ishe në takim, nga gëzimi, që do njinte veten, do kuptonte kush ishte, dhe kri një energji emocionale të fortë, dhe donte ta shprehte. Këta jemi ne njerëzit jemi emocional. Dhe ky kanali 30 pikërisht këtë ka, dhe unë i ftoj në fakt që ta lën ta shprehin, është gëzimi i madh të njohësh veten. Unë edhe sot e kësaj dite, jo në atë kohë, kur kam me dikën një takim, një bisedë që
do kuptoj më shumë për veten, është dëshira e madhe, oh my god, i gjithë trupi është i elektrizuar nga dëshira, pak të dëshirë nuk ka manifestim. Dhe cepi i tretë më është veprimi, që do të thotë, ajo që unë e kam quajtur në atë formulën e re që kam darë në Lighthouse apo në mentor, këta hape quaj mobilizimi, veprimi. Pyetja bëhet, çfarë veprimi? Edhe këtu është për shumë njerëz hallka, ngecja, ndoshta bllokimi, të terma që i përdorim ne njerëzit. Ajo që është në të vërtetë është se qartësia mund të jetë vendosur ky visioni, mund të kemi dhënë dhe emocionin, por ky vizion apo ky synim nuk është 100% në përputhje me ne. Nuk është toni 100%. Dhe e kemi thënë që më parë gjërat kishin një kompromis. Njerëzit bënin si bënin, prindërit tanë bënin si bënin, edhe nëse nuk ishin në linë me vete. Tani nuk është më e njëjta mënyrë se si jetohet. Nuk suportohet më kompromisi në jetë. Nuk suportohet më të dalësh nga vetja. Nuk suportohet më tradhtia e vetes. Fillon trupi flet. Fillon shpirti flet duke të dhënë një ndjenjë që boshllëku, pakënaqësie. Shpirti flet me pakënaqësi. Nuk ndihet i përmbushur, nuk ndihet i gëzuar. Dhe prandaj është e rëndësishme që kur vendosim synimin në atë cepin lart të parin, të kemi qartësi. Në mënyrë që këtë energjinë që do t'i fusim dhe këto veprime që do t'i fusim, të jenë në përputhje dhe t'i shërbejnë asaj gjëje që është tona. Dhe këtu kam gjetur, e them për të nuk e di sa herë duhet ta them, manuali njerëzor dhe kodi gjenetik që na jepin qartësi. Mund të ketë dhe mënyra tjera, unë këto kam gjetur që janë një busull në lidhje me ky trekënd që nuk është trekënd kështu barabrinjës, se mos e mendoni në jetë ju. Ky trekënd që ndonjëherë është me 2 cepa, pa këmbën e tretë, lëkundet. Ndonjëherë ka vetëm një cep pa brinjët fare. Ndonjëherë ka vetëm emocionin. Është ky cepi këtu, zjarr, emocion, lot, mërzitje, por nuk ka as cepin lart as cepin tjetër. Nuk funksionon. Duhet të formohet ky trekëndsh që universi të filloj atë potencialin që pat shumë qartë në trajnimin 5 ditor, atë potencialin të thot bum, të gjej ngjitjen, blueprintin, dhe të fusi përmbajtje në këtë trekëndësh. Në këtë trekëndësh që ne po i quajmë trekëndësh, por nuk është trekëndësh. Është një strukturë geometrike që është blueprinti i jetës tënde. Për disa ky trekëndshi mund të jetë më i vogël, për disa është më i madh, për disa pulson më shumë, për disa është më i qetë, në varësi nga frekuenca e blueprintit tënd. Sepse dhe manuali, blueprinti, kodi yt ka intensitete. Ai spektrum i energjisë është ndryshëm. Por rëndësi ka që ne të dim kush është kjo forma jo. Sepse, kur ne kemi gjetur formën tonë, në radhë të parë ndihemi më mirë, kemi siguri, kemi një besim. Ka ju shpirti në lojë, në veprim. Na jep me njërë siguri. Ju shpjegova që shpirti është ai pasagjeri në makinë, është rehat ai aty. Ndihet mirë, i thot makinës go, jeni okay. O dhe ndryshe do filloj të flasi ti nuk do jesh rehat. Dhe që të ndodhi kjo gjë, ky manifestim, ne njerëzit, ndërsa e duam këtë manifestim kaq perfekt, na pëlqen ne njerëzve edhe ta gjejmë në jetë. E kemi si një dëshirë, si një lojë.
kemi ardhur për ta gjurmuar. Është tamam si një lojë, ku kam shefti, që duam të gjejmë, është një mister që na kënaq në njerëse, pra ne kemi ardhur. E bëjmë pak a shumë mirë, varet si e bëjmë këtë misteri dhe ikim. Por ajo që më ka manitur, kur kuptova që ky mister nuk është kaq mister, na janë dhënë, nëse ne jemi të vëmendshëm, ne mund të fillojmë ta kuptojmë vetë ose ka ndihmë, ka support, për që ky misteri të mos na nxjerrë fare nga linjat, por të na fusi në shina treni dhe të fillojmë të futemi në linjën tonë. Dhe këtu është gjithë sekreti, kyçi, esenca, nëse mund ta quajmë. Për vite me radhë, sot kam bjerë dhe kam kuptuar, më kanë pyetur në biseda që kam qenë, ka qenë e nevojshme të rikujtoja historinë time, sepse 41-shi është dhe kodi shkrimtarit, dhe do ta gjeni veten që ndoshta do keni më shumë dëshirë të shkruani, ndoshta do ta gjeni veten duke rikujtuar historinë tuaj. Kjo rikujtesë e historisë suaj ka një qëllim, që ju të gjeni hapin në vazhdim, që t'ju inicioj për diçka të re. Kush është në këtë shinën e trenit, kush është stacioni radhës? Sepse dhe stacioni më parshëm kishte një qëllim, po ti nuk do shkosh mbrapsh, ti do ikosh vetëm përpara. Ishte shumë interesante dje në programin The Mentor. Në këto 2 takimet e fundit është Katie ajo që do drejtoj, për të bërë dhe një pushim nga ato klasat intensive dhe të mësimit, dhe qëllimi është që Katie ti bëj këtë rirregullimin e sistemit nervor dhe qetësimin e trurit, të trupit, dhe të shohin çfarë do përjetojnë, të aktivizojnë të kodin 41 që po flas, të imagjinatës së brendshme, të rikujtesës, të memorjes që është në ADN-n, është në trupin ton, që ne aksesojmë vetëm kur jemi në gjendje të saktuara, të qeta. Dhe diku nga fundi klasës unë futem në Zoom për të bërë një lajmërim për klasën, për ta mbyllur me një lajmërim. Dëgjoj vajzat aty, duke ndarë eksperienca të mrekullueshme pas transmisionit energjik, le ta quajmë meditim, disa e quajnë meditim, Katie bën disa aktivizime energjike, disa e kuptojnë, disa nuk e kuptojnë, nuk ka rëndësi, rëndësi ka që e ndjejnë dhe ato që përjetojnë, dhe filluan të flisnin për çfarë kishin përjetuar, çfarë emocionesh, çfarë vizionesh, më të qarta se çdo herë, sepse është kjo energji. Unë buzëqeshja me vete, po aty nuk e thash. Ndam disa segmente në story, nëse nuk e keni parë akoma, o kishte histori të jashtëzakonshme që ato kishin aksesuar të kaluarën e tyre, në një mënyrë shumë të gjallë. E para, e dyta, shumë njerëz brenda grupit kishin patur përjetime, qoftë simbole, qoftë edhe vizione të përbashkëta. Dhe kjo ndodh në atë par ky kod është kolektiv, është në fush kur njëri futet me një synim, hapet. A që ndër kur jeni një klasë, në një ambient, kur gjithë janë në një gjendje, kur thuhet synim edhe synim, gjendje shoruese e qetë, dhe Katie është një projektuese. Në atë energjinë e projektuesit, ajo dërgon një projektor të madh, një pasqyrë të madh në grup, me një synimin e saj. Dhe secilit i hapen portat, kodet, visionet, memoria, kujtesa, sepse ky kanal është nga kanali i rikujtesës, është nga kanalet kryesore të saj,
Dhe si projektuese i çon ata në rikujtesë dhe ata i sjellin të gjallë, kanali 41 i ndihmojnë të kujtojnë kush janë. Edhe këtu duhet të bëja një qartësi që e kam bërë dhe më parë, po duhet ta rikujtoj. Ndoshta edhe nesër në story mund të keni një bashkëbisedim, sepse bashkëbisedimi i quajmë ato story në lidhje me këtë fenomen. Bota i quan jetët, si quanin në Shqip, shikimi i jetëve të shkuara. Past life regression, quhet në botën e neuroshkencës. Kur jemi trajnuar në timeline terapi e tjerë, unë nuk e bëj këtë gjë se kur bëj timeline terapi bëm 10 procese në një, edhe kjo bëhet automatikisht. Por do shpjegoj diçka, sepse ka shumë konfuzim në lidhje me këtë proces. Dhe disa njerëz ose egzagjerojnë ose kanë frikë. Kur them egzagjerojnë, kur e përjetojnë për herë të parë, i duket sikur sepse akseson një botë të mëparshme. Për ata që nuk janë akoma gati ta kuptojnë këtë, le ta lënë për një moment. Por subkonscienca jonë ka memorien e të gjithë jetëve tona. Subkonscienca jonë është përtej jetës sonë tani, këtë 100 vjeçares tani, le të themi dorojmë 100 vjetë. Pse mos? Pra, këti përjetimi fizik tani, në këtë trup, me këtë emër. Dhe, këto janë të studiuara, nuk janë për të hedhur në diskutim. Dhe subkonscienca e akseson këtë. Është normale, si funksioni i saj. Shumë njerëz mund të shohin ndoshta lloj-lloj vajzat që pa ndjejshin imazhe, përjetime shumë të bukura, pan gjëra shumë mrekullueshme, dritë, një energji shumë e bukur. Dhe megjithatë, ne kemi përjetuar si njerëz, kemi qenë në role të ndryshme. Në këtë jetë unë po bëj këtë rol, në jetën tjetër një rol tjetër. Role që marrim, vim, luajmë këtu në tokë. Rëndësi ka që kur kemi këto përjetime, ne të marrim një mësim në lidhje me një karakteristikë tonë. Ose të kuptojmë që nëse ajo ngjarje që ka ndodhur dhe që është paraqitur nëpërmjet një imazhi, është thjesht një reflektim për të thënë ty e pari punës që është një ngjarje në të shkuarën, nuk po ndodh tani dhe nuk do ndodhi tani. Por çfarë mund të marrësh ti më të mirën e asaj ngjarjes? Çfarë mësimi merr ti në këtë jetë? Çfarë lidhje ka ndoshta me këtë që bën ti tani apo me dëshirat e tua? E kam thënë dhe më parë që unë mund të kem përjetuar, edhe më kanë thënë që ndjes një moment, që unë mund ta kem bërë këtë rol edhe më parë. Të themi një grua që ka dashur të drejtoj njerëzit, të iluminoj, t'i bëj ata të ndihen më mirë, t'i drejtoj në jetë, role. Në atë jetë kush e di si quheshin këto role, nuk ka rëndësi. Dhe njeriu evolon. Ne jetojmë në faza të ndryshme, ne dhe tani po evolojmë shumë shpejt. Çfarë ishte e vërtet në 2026 nuk është më e vërtet në 2027. Okej, 2025-2026. Jo më nga një jetë në tjetër. Për mua është thjesht një rikujtesë kur më kanë thënë që shiko, e ke bërë këtë rol dhe mund të jem ndëshkuar, që mund të kem thënë të vërtetën. Çfarë do të thotë kjo për mua? Që jam njeri kurajoz. Sa konscienca është duke më thënë, ma përkthen që je një grua kurajoze, ke qenë kurajoze, ke folur të vërtetën, ke dashur të ndihmosh njerëzit dhe prandaj kjo që bën tani nuk është
fare nga baza, po vjen me një eksperiencë. Dhe nëse ti po e bën, nëse ti e ndjen që duhet ta bësh, do të thotë që është diçka që ti ke marrë për ta vazhduar dhe kompletuar dhe bërë më mirë, më ndryshe dhe me kurajo në rrethana të reja. Nuk janë më ato rrethana. Ajo ka ikur. Dhe këtu i referohem rasteve nëse ajo eksperiencë nuk ka qenë pozitive, nuk ka qenë eksperiencë, ka qenë eksperiencë e fortë. Nëse ju jeni si unë, nuk i kushtoni shumë rëndësi atij filmit të kaluar. Por i kushtoni rëndësi të kuptoni kush jeni dhe i jep një karakteristik, një dimension, një informacion, është thjesht informacion. Aksesohet informacion rreth teje. Është pozitiv, është negativ, nuk ka rëndësi fare. Është e shkuar. Pile. Nëse është negative, për shembull mua njerë më doli që më kishin prerë kokën. Okej. Ajo që është me vlerë dhe e nevojshme për mua të di tani është që në ratë parë Diana, e pas ke bërë gjithmonë. Je këtu për këtë vërtetën, gjëra që thash, dhe që ke kurajo, sa koshienca është duke më thënë, që ke kurajo ta vazhdosh, ta bësh më mirë, dhe e kaluara jote fshihet, mbyllet si kapitull. Nuk është më eksistente në sa koshencën tënde, nuk noton aty, më është mbyllur. Sa koshenca e bie që vetëm me një qëllim. Në video në YouTube për ju të rinjt, tek Reborn Albania, keni videon e terapisë Timeline. Është instituti i terapisë linjës kohore, Timeline Therapy në Amerikë, i dedikuar të kjo terapi. Do të përjetoni edhe në programi Rich Soul, ata në grupin në mentor do të mësojnë si terapi, për ta përdorur me të tjerët, se janë 10 gjëra në një terapi që bëhen. Në vend të bësh 10 terapi, bëhen 10 në 1. Dhe këto janë pjesë të atij studimi, të asaj shkolle që po them unë tani. Janë si funksionon sa koshienca. Prandaj dhe ju them gjithmonë, mendja është shumë e mençur, por është pak budallaqe, nuk besohen, nuk merren kështu kallop, sepse ne njerëzve na është dhënë neokorteksi, pjesa e mençur e trurit që bën përkthimin. Të gjitha këto ndodhin në fraksion të sekondës. Nëse ty të pulson kjo qendra splenike e frikrave e lidhur me trurin primitiv, ti përkthimin do ta bësh të gabuar. Është si një përkthyes që nuk e di mirë gjuhën, që e përkthejnë gjysma. Si ndjeni ju? Të dëgjosh dikë, të flasë anglisht, besoj ju ka ndodhur në jetë, dhe vjen një përkthyes që nuk e di mirë, edhe ta thot gjysma apo të deformuar informacione. Është e njëjta një lloj. Nëse truri nuk ka të zhvilluar kapacitetin e mençurisë, që quhet, dhe të liruar nga frikrat e trurit primitiv, e quaj thjesht. Që dhe ju ta mbani mend thjesht. Sepse njeriu nuk është kafsh, është njeri. Kafsha është në frikë. Jepni manceve, ne janë disa mance që vinë nga lagja, nuk janë tonat, dhe janë akoma në frikë. Kemi 6 muaj që ushqejmë, ato janë prapë në frikë, sepse është kafsh. Ka instinkte të forta, frikë, mbijetese, nuk ka trurin inteligjent të njeriu. Ti dhe unë kemi kapacitet tjetër. Dhe prandaj nuk mund ta lejojmë veten të jetë në funksion
të trurit primitiv, të frikrave, të besimeve, të kuptimeve që i keni dhënë në jetë. Sepse ai tregon që folo, nuk ka asnjë kuptim dhe nuk formohet asnjëherë kur është i formuar nga kapaciteti i frikës. Prandaj dhe ky përkthimi i qoftë imazheve, i gjithë shprehje që na jepet në jetë, qoftë edhe i këtyre tamam përjetimeve në gjendje meditative, ka rëndësi të merret dhe të kaloj në një vlerë për ty në të ardhmen. Sepse sa konscienca jote këto do të thoshë, është gjithmonë në mbrojtjen tonë. Por kjo mbrojtje, e kam darë dhe në live, mendja është gjithmonë në mbrojtjen tonë. Puna është në çfarë mbrojtje? Versioni të ulët apo versioni të lartë? Nëse mendjes ne fillojmë t'i japim, të shkruajmë, të fillojmë, të iniciojmë, të porta 41 këtë bën, inicion, një histori të re, një kuptim të ri, sigurisht që edhe mendja do filloj të kuptoj dhe të krijoj këtë version të ri që i jep ti. Edhe truri primitiv do filloj të pushoj të bëhet më i heshtur. Dhe vetëm atëherë, pra është e qartë ajo që thash past life regression dhe që e përdorim vetëm e njëjtin qëllim, sepse është shumë e lehtë kur njerëzit janë në meditim, të drejtuar nga Kedi, është shumë e lehtë që ata të aksesojnë informacione nga e kaluara. Dhe qëllimi është që këtë informacion ta përdorni me vlerë për vazhdimin. Por nëse personi që ju drejton nuk e ka formuar atë që unë quaj kapacitetin për ta drejtuar njeriu, e fut tjetër më shumë në frikra dhe e lë aty dhe merret me ato Hollywood story, ajo gjë nuk ka vlerë, nuk të çon asgjë kundi. Ne gjithmonë në jetë do gjeni përkthyesin e duhur. Sepse përkthyesa tani janë bërë plot. Përkthyesi është bërë dhe ChatGPT në këtë bollëk informacioni. Tani ka aq shumë përkthyesa, ka aq shumë mënyra se si njerëzit marrin përgjigje. Edhe një nga gjërat dhe nga pasionet e mia, misionet e mia dhe të Rebornit është që të përgatisi njerëz që të jenë përkthyesa të mirë dhe arkitektë të jetës, të cilët nuk i zvendëson dot ChatGPT. ChatGPT do jetë për masat. Informacion. Ndërsa njeriu e mençur, e aftë, që ka modalitetet, se njeriu është, por që ka krijuar formim dhe ka mënyrat më inovuese, ka një inteligjencë në dorë, nëpërmjet formave, nëpërmjet vetëdijes së tij, nëpërmjet metodave. Ai njeri do jetë gjithmonë me vlerë, do jetë gjithmonë i kërkuar dhe do jetë gjithmonë në suport të njerëzimit, me një vlerë të caktuar. Dhe ky është qëllimi kur ne kemi krijuar programin The Rich Soul dhe në vazhdim The Mentor. Dije në programin The Mentor një nga vajzat më ngacmojnë me kuptimin e mirë të fjalës që për programin nivelin e tretë The Mystic. Dhe nuk bëhet fjalë në programet tona kështu meditime, se po meditojmë edhe u bë mistik. Nuk futem në ato terma dhe nuk deklaroj asnjëherë. Niveli mistik është niveli i tretë. Unë e kam bërë në nivelin e fundit pas 10 viteve. Dhe tani emrat vijnë shumë kollaj në këtë botë të medie sociale. Ai do vi një moment tjetër, ai program, do vinë, ja u shpjegova dhe vajzave dje, do jetë i alternuar edhe me eksperiencë fizike, të elementeve të natyrës, do preket natyra, do preket uji, do preket deti, do preket shkëmbi, do preket gjethja, do preket ajri, zjarri, do jenë elementet caktuara në atë përjetim, por për tani gjithmonë hapi parë është programi The Rich Soul.
Për ata që na kanë bërë pyetje, unë dua t'i jepja edhe një herë mundësi. Çfarë është? Të gjitha ato që shpjegova deri tani i shërben pikërisht kësaj. Gjetjes së formës dhe strukturës tënde gjeometrike. Në gjuhën e thjeshtë ky tregon që cili është synimi, çfarë energjie ti japësh, çfarë energjie inicion të synimin, se e pi këtu, dhe çfarë veprime duhet të marrësh. Çfarë mekanizmi, çfarë veprime, çfarë talente, çfarë veprimesh. Në çfarë linje, në çfarë fushe, në mënyrë që të treja të jenë në përputhje me ty. Të krijosh trekëndshin tënd, jo trekëndshin e komshisë. Dhe gjithmonë filloj me programin The Rich Soul. Bile dato që janë programin The Mentor, unë i ftova, nëse nuk e kanë bërë programin The Rich Soul, janë të ftuar dhe duhet jenë aty për ta kompletuar. Sepse në programin The Rich Soul ne fillojmë në muajin e parë, siç e keni parë dhe në përpostime, në muajin e parë merremi me unikalitetin, manifestimin unik. Shkruani manifestin tuaj unik në bazë të kodeve tuaja unike. Do jetë super i qartë edhe do filloni ta komunikoni. Brenda grupit e komunikojnë. Ju besoj e pat videon e 2 vajzave grave studente të Rich Soul 2025. Besoj e pat çfarë qartësie, çfarë komunikimi, çfarë artikulimi, çfarë vetëdije. Janë, të them krenare është pak. Në çfarë kapaciteti dalin studentët pas 3 muaj. Dhe këto janë kapacitete për jetë. Nuk bëhet fjalë më as për një çantë, as për një palto, as për të krijuar për të mësuar, për të hapur këtë gjë teknike, apo janë kapacitete për jetën. Në çdo fushë që të futesh, nga ana e karrierës, në çdo partneritet që të futesh, në çdo dallë të jetës, ti do ta përdorësh atë kapacitet. Është çanta jote me kutinë e veglave të jetës. Është një hap i parë i qëndrueshmërisë në jetë. Nga konfuzimi është qartësia, nga qartësia fillon kompetenca. Pra në muajin e parë fillojmë krijojmë një kompetencë, kush jam unë. Dhe kur fillon e shkruan, kur fillon e artikulon përpara grupit, njerëzit të dëgjojnë, sigurisht ajo fillon ankorohet në trupin tënd, bëhet tëndja. Se them gjithmonë në 3 të natës së zgjoj unë ta dish përmend kush është manifesti yt unik i jetës. Edhe jo kështu i përgjithshëm. Apo manifestit apo afirmime. No, është kush janë kodet e tua të shkruara në manifestin tënd të jetës. Këtë vit për herë të parë, 2 gjëra janë të reja këtë vit. Këtë vit për herë të parë, ju do merrni dhe Divina Codex, e cila ju ndihmon, ju është një mentor virtual nëpërmjet inteligjencës artificiale që ju kur të shkruani manifestin tuaj unik, do jetë në bashkëveprime atë dhe ajo jep shumë herë qartësi. Nëse ju nuk do gjeni dot fjalët e dura, ajo t'i jep qartësi në bazë të kodit tënd. Është e ndërtuar, është e krijuar dhe e ndajnë vetëm në brenda grupeve. Dhe për herë të parë do jetë dhe në Rich Soul këtë vit, në mënyrë që të kompletojmë detyrën e manifestit. Do kemi instruktore tuaja përveç meje. Në muaj në vazhdim, bile edhe ndërkohë që shkruajmë manifestin, ne punojmë me lirimin emocional, me qëndrueshmërinë emocionale, me kapacitetin atë që quhet fuqi personale. Kush është mundësia juaj për jetën, për prosperitetin, marrëdhëniet tuaja me veten, me jetën, me lekun, me shoqërinë, futemi në modelet e subconsciencës suaj, përdorim timeline terapi, kemi breakthrough në klasë. Ju bëni pyetje, përgjigje me raste konkrete, shikohet manuali, kodi dhe hymë në breakthrough për ta hapur atë çengelin. Ndërkohë që vazhdimisht çdo klasë hap nga një çengel tuaj. Në muajin e tretë qëllimi është ju të krijoni impakt, sepse Rich Soul është krijo impakt në unikalitetin tënd. Dhe ka njerëz që
nuk e kanë dëgjuar asnjëherë se si shërbehet, çfarë është kjo forma e re e shërbimit digital. Mund të jetë fizike gjithashtu, por ka një art dhe një shkencë se si krijohet impakt, të cilin jo vetëm e kam patur të natyrshme, e kam studiuar, e observoj çdo ditë dhe e kaloj dhe tek ju me disa parime, principe. Duaj që në këtë rich soul të kemi dhe më shumë, sepse kam shumë për të dhënë nga ana e kompetencës për të kontribut unik. Edhe sot isha me një grua që ka një biznes shumë të suksesshëm në Shqipëri dhe tha Diana nuk gjej të rinj, nuk gjej njerëz që të dinë ta promovojnë, ta marketojnë tha këtë produkt kaq të jashtëzakonshëm. Është e maniqme tha. Bila ajo kishte ndërtuar një sallë shumë të bukur ku unë bëj trajnime tha dhe për të ruajt se dua krajt produkti që kishte një produkt s'kishte të bënte me këtë, por dua të trajnohen të rinjt nga universitetet e tjerë, çfarë është shkenca e impaktit. I thash këtu më more zëmrën se unë e kam shumë për zëmër, sepse është pjesa, është kush jemi, çfarë shërbejmë. Zhvillim, shërbim. Për këto dy gjëra kemi ardhur në jetë. Dhe shohim që vijnë njerëz në depresion, në ankth, të papërmbushur, njerëz që kanë potencial shumë të madh. Por ose nuk din të ndajnë, ose janë ndjerë të rrjequr, ose krahasohen me të tjerët, ose. Dhe pasioni im është të paktën të jap disa parime. Pastaj është një jetë e tërë. Ka arti dhe shkenca e impaktit. Është e gjatë, është e thellë, është komplekse, është e lehtë në të njëjtën kohë nëse ke, por duhet të dish bazat. Është një lloj inteligjencë që mua më manit ndonjëherë që nuk e kanë. Është inteligjencë, është neokorteksi o prekorteksi i trurit. Në mënyrë që t'ja u bësh njerëzve të qartë, të lehtë, ti të ndihesh mirë, ata të marrin vlerë. Sepse vlera tani po ndryshon shumë. Ajo që kishte vlerë vjet, nuk ka më vlerë si vjet. Dhe është vetëm detyra jonë, juaja e të gjithëve, të fillojmë të japim vlerë. Çfarë vlere do japim ne? Vlerën që gjejmë. Do ta gjejmë njërë këtë vlerë, pastaj këtë vlerë do në mësojmë si ta japim me inteligjencë. Sepse ti mund t'jesh brillant, por nëse nuk e di se si ta shërbesh shpirtin tënd, sepse shërbimi e shpirti yt në veprim. Dhe ky është muaji i tretë që gjithashtu përqendrohemi përveç të tjerave, vazhdojnë ato lirimet, breakthrough, por futem se jam e dini disa nga ju, kam disa parime të principit të impaktit që janë të rëndësishme dhe e shoh që nuk mësohen në asnjë vend tjetër. Ose njerëzit nuk e dinë që ekzistojnë, por nuk mund të vazhdojnë më kështu. Janë bazë në punën dhe në çfarëdo lloj pune që bëni. Dhe ajo e dyta, pra Divina Codex, ai inteligjenca virtuale që të shkruani impaktin dhe manifestimin tuaj unik, këtë vit Katie do jetë edhe më prezente me lirime somatike, me trup fizik. Mund t'jetë kërcim, por mund t'jetë ushtrime. E ka bërë para 2 vitesh në Rich Soul dhe do ta rikthejmë të mërkurave, sepse klasë jemi 2 herë në javë, të mërkurave të dielave, ose do ta gjejmë në këtë ditë së bashku në grup. Në një nga ditët janë klasa praktike, klasa ku mësoni manualin, ku shkruani këtë manifesti jetës, dhe klasa ku do vi Katie për lirime nëpërmjet trupit, por edhe formave të tjera aktivizuese sipas nevojës. Për mua është shumë e rëndësishme që ju të zhvilloni edhe komunikimin, por jo atë komunikimin që mësoj në programet e tjera. Nuk bëhet fjalë të flasim shpejt apo të flasim ngadalë. Të flasim sipas unikalitetit zërit ton unik, mënyrës son unike,
I pa që dy vajzat që flisnin, dy graca, mi dhe vajza, në postin e vajzave për jetimeve të Rich Solli 2025, kush e vuri re, që të dyja ndërsa ishin brillante në atë që shprenin, në koncepte qoftë jetës, qoftë spirituale, qoftë impaktit, duke ndarë çfarë përjetuan, ju jepnin ju dhe mençuri. Keni parë ju testimonial të tillë në vende të tjera? Nëse keni parë, më sillni. Besoj ishin manice, pavarësisht nuk e di sa vëmendje i dhat, por njëri i mençur, unë njerëzit e mençur i dashuroj, sepse ata do krijojnë dhe do zgjidhin problemet e kësaj bote. E observojnë që ato kur flisnin, nuk ishin as çfarë kisha thënë unë, i ndanë në trajnimin falës, nuk e dija çfarë do thoshin, dhe u manita nga mençuria, dhe se cila kishte zërin e vet unik. Njëra është makinë estetike, jam trajnuar, jam mësuar natyrshëm në program. Nuk është që unë ne mësojmë fjalë për fjalë apo këto metoda të thella të komunikimit, no. Koshienca dhe gjua shvillohet vetë, kur kupton veten, fillon krijon besim, kur për 3 muaj dëgjon një mençuri që nuk e dëgjon te kafeneja, është vazhdimisht në aha, liron ato çengelat e ndryshkur, natyrshëm fillon krijon koshiencë dhe ti komunikon me inteligjencë. Ka gjë më me vlerë se kjo? Dhe ky është qëllimi i programit. Për 13 javë, 26 klasa, në një komunitet që është një komunitet ku disa njerëz vinë në program e di çfarë, sepse kanë një energji shumë të lartë në dizajn të jenë në komunitet. Ndihen të vetmuar, ndihen të pakuptuar, ndihen që duhet të ushqehen në një vend, në një koshere bletësh. Dhe do ta mbyll me këtë. Sot kam lexuar diku për energjinë dhe koshiencën e lartë që sjellin bletët. Dhe unë gjithmonë e sjell një metaforë. Kodi im 45, në atë që quhet perla e jetës, është kosherja e bletës. Dhe gjithmonë them, çdo gjë duhet funksionojë me perfeksionin dhe inteligjencën që kanë bletët, kur prodhojnë atë që prodhojnë. Dhe bletët kanë një vibrim shumë të lartë, krahët e tyre. Kur fluturojnë, lëshojnë një tingull, por ai tingull është vibrim që unë nuk jam nxorra dot sot, po do ja vë në story ato vibrimin brenda trupit tonë, në kodin tonë, që pasqyrohet edhe nga kodet gjenetike tona. Dhe ky vibrim është pjesë e gjithë vibrimit të universit. Dhe bletët kanë një rol shumë të madh në rritjen e këtij vibrimi dhe në rritjen e koshiencës. Kur bletët vuajnë, toka po vuan. Dhe në këtë moment ka tension, ka rënje tensioni në tokë. Është siguresa të djegura, nuk është një energji harmonike. Prandaj në çdo moment, 3 herë në ditë, gjithmonë silleni veten mendje në energji harmonike brenda trupit. Të bëni më të mirën që energjia juaj brenda dhe jashtë jetë në harmoni dhe e stabilizuar. Dhe harmonia më e madhe është kur ne dimë spiralen e kodit ton gjenetik. Është numër 1 në jetë. Nuk di çfarë mund të dojë njeriu të mësoj, të fokusoj, të investoj në jetë, nëse nuk investon të spiralja e tij jetës, të ekzistenca e tij. E kuptoj që programi ka një vlerë, por çdo gjë ka vlerë. Edhe me kalimin e kohës do ta kuptoni që në këtë mas informacioni do ketë një lloj informacioni që vlera vetëm do t'i rritet, nuk do t'i ulet. Dhe ne nuk duam që informacioni të bëhet vetëm për elitën, sepse aty do vej prap, nëse njerëzit e zakonshëm, se ta them të zakonshëm, jemi të gjithë e zakonshme, jam unë e zakonshme, kam qenë, vendimet i kam marrë si të elitës. Jam njeri i zakonshëm, mos e i zakonshëm.
Një njeri që merrte kredi në bank për trajnimet nga më të mirat në botë. Qoftë për Katin, qoftë për vete. Njerëzit asnjëherë nuk pyesin që çfarë është prapa kësaj. Dhe përsëri, çdo njeri ka dilemat e veta. Edhe ne jemi në dilemat e veta. Edhe ne jemi në funksion dhe në influencë të kësaj spirale. Por kemi mësuar notin. Kemi marrë një qartësi. Kemi marrë një kapacitet. Takoj njerëz me biznese shumë të suksesshme. Nëse jam profil 1, nuk ka rëndësi fare për mua e biznes, i ndjej që janë në sistem nervor të çekuilibruar. Dhe të gjejnë spiralin e jetës dhe ekuilibrimin e sistemit nervor e vën në prioritet të 10. Për mua kjo nuk është inteligjencë. Jeta do të ndaloj. Nuk më intereson sa biznes ke krijuar, sa ndoshta prestigj, sa ndoshta shifrën në bank, nuk më intereson. Një sistem nervor i çrregullt, një paqartësi në jetë dhe të lundrosh në jetë pa not, nuk quhet më inteligjencë. Mund të jesh në breg, mund të kesh valixhe plot, me para, me veshje, me çfarë duash, je në breg, do të vi oqeani. Një ditë do hidhesh në oqean. Është iluzion. Nëse jeta është këtu në oqean, e them thjesht për analogji, njëra apo një tjetër. Ndava dhe në një moment apo një tjetër do jetë e pashmangshme. Ndava dhe në trajnim pezitor. Synimi im është përveç që sjell të vlerë, këtë qartësi, këtë unikalitet dhe të drejtimit i jetës sipas unikalitetit dhe lirimit të besimeve, të kufizimeve dhe këto me metoda ekspert që janë të njohura në botë, që punojnë me sapëshjencën dhe me kapacitetin që kam krijuar tani natyrshëm të kuptoj ku është nevoja e ndryshimit. Dhe këto metoda më njëherë janë dhe spirituale, ndonjëherë përdori metoda të neuroshkencës, metodat e NLP-s, metoda spirituale, varet çfarë kyçi duhet liruar. Por rëndësi ka që të jepet kjo vlerë, ju ta krijoni këtë qëndrueshmëri, të vazhdoni të jepni vlerë tek të tjerët, të vazhdoni të rrisni atë rrethin e ndikimit dhe të fitoni një qetësi dhe një siguri që çfarë është më e rëndësishme në këtë jetë. Çfarë është më e rëndësishme? Dhe jo të na marri ka shumë iluzion për qark. Nuk është as pak e lehtë në këtë tranzicion të kemi qetësi dhe qartësi. Ka shumë iluzion për qark. Busulla jon do na baj në merë vëmendje busulla. Ka një magji ku njeriu fillon të kuptoj busullën e vet. Fillon të shkëputet nga zhurma dhe të merë natyrshëm ajo. Kam si ta përjetoj këtë kodësh, kjo spirale ime, kjo sfera jetës, kjo më jep vitalitet, kjo më zhvillon auron, kjo është brendi im, kjo është qëllimi im i jetës, me këtë trak dashurin, me këtë zhvilloj inteligjencën emocionale, me këtë zhvilloj inteligjencën spirituale, mendore. Çfarë tjetër do njeriu të marrë obsesim? Kafen dhe vetën them. Edhe kafen e kemi gjithë me pak. Ju jeni të parët, mos prisni që njerëzit që duket që kanë arritur një sukses, një pakicë e tyre bën, sepse ata janë shumë për momentin në nxitim, për të ruajtur ato që kanë krijuar dhe në atë frikë që përjetojnë nuk janë shumë të qartë. Ndërsa, unë them njerëzit e thjesht ndonjëherë kanë një, kur them të thjesht, gjithë të thjesht, po njerëzit që nuk kanë ato ca andrallat e atyre bizneseve të mëdha.
apo të menaxhuar sa gjëra të mëdha, kanë luksin të kenë më shumë kohë dhe të krijojnë qëndrueshmërinë në jetë, sepse tham dhe në trajnim që jeta do filloj të ndryshojë shumë shpejt. Shumë shpejt. Vetëm duhet patur kujdes çfarë informacioni fusim, dhe në cilën busull orientohemi. Unë në Telegram lash dhe një mesazh që disa më thanë ndaj live dhe ndoshta mund ta ndaj shumë shkurt. Kam vënë re një bisedë, rastësisht më doli diku në Facebook, midis një nutricionisti dhe një njeri që ka krijuar një revolucion në Shqipëri me ushqimin lokal si Mrizi Zanave. Të dy janë në zhvillim, të dy predikojnë zhvillimin, të dy bëjnë diçka për zhvillimin, secili në linjën e tij. Dhe opinionet të ndryshme shoh që ka një lloj debati. Them drejtën, mendova, sikur të ishim në një tavolinë të ftuar, ata, unë, do një tjetër, kush donte të ishte, dohet i thosha vetëm këtë. Ndërsa ti nutricionist, të quajmë në Shqipë, nutritionist, dietolog, ndihmon njerëzit me kaq dedikim, me kaq dedikim, që ata ta shëndetshëm, sjell ushqime, sjell mënyra, sjell forma, që njerëzit ta shëndetshëm. Dhe një përgëzim të jashtëzakonshëm për këtë gjë. Por nëse kjo përcjellje bëhet edhe me një intensitet, opinioni, që ka një vibrim nën 250, dhe ju në trajnim e pat piramidën e frekuencës, të shoqëruar me emocionin dhe ndjesin, atëherë ky ushqim i shëndetshëm do kancelohet nga kjo lloj energjie. Po kështu do t'i thosh edhe Mrizit Zanave, që për cilin nga një admirim dhe respekt të jashtëzakonshëm, që suporton fshatin, edhe unë jam një admiruese e fshatit, do shkoj të jetoj në fshat, këtu jam në fshat, do shkoj të jetoj në fshat, do t'i shërbej fshatit, do suportoj gjithë lokalët aty, do të shikoni në vazhdim, dhe prandaj admirohet punë që bën ai. Le të sillim një ndjesi krahas zhvillimit, le të sillim dhe një përjetim, edhe një ndjesi dhe një mënyrë të re, edhe se si bashkë bisedojmë, edhe kur lëndohemi. Pse? Se gjithë shka po mësojmë dhe në po na thot tani, shkenca e well-being. Të dy këta njerëz i shërbejnë ekonomisë së shëndetit. Well-being. Në formë të ndryshme nuk ka rëndësi. Synimi është i njëjtë. Shkenca e mirëqenies quhet mirëqenie. Dhe mirëqenie ka kur tham edhe ky trekonçi është tham janë frekuenca të treja, shoqërohet edhe me veprimin, dhe veprimi në fundit është përjetimi. Treshi është përjetim, si përjetohet, çfarë frekuencë. Nëse frekuenca e fjalëve, e opinionit, frekuenca e opinionit është shumë e ulët, është e matur, apo frekuenca e krenarisë është në neutralitetin, ju e pat. Nga neutraliteti dhe lartë fillon shërimi. Mund të ham majan e gjërës. Nëse është ajo mënyrë të folurin, nëse nuk i shërben qëllimit. Pra forma nuk i shërben qëllimit. Prandaj ju them gjithmonë që observoni çfarë dëgjoni, tek dëgjoni, merrni më të mirën dhe kujtoni që në fund të fundit është frekuenca, është ndjesia e dëmshurisë, kush janë ato gjendje trupore dhe mendore që krijojnë mirëqenie
janë 250 e lartë të matshme. Fillon nga neutraliteti, gëzimi, paqja, falja, harmonia, dashuria dhe me radhë. Po, unë kam të drejtë, ti ke të drejtë, nuk na çon as sekundi, dhe do t'i rikujtojmë të dy atyre, edhe të gjithë njerëzit që duan patjetër të gjejnë të drejtë. Better happy, healthy, wealthy than right. Më mirë të shëndetshëm, të qetë dhe në prosperitet, se sa të fitojmë të drejtën. Është ligj i neuroshkencës për mirëqenie. Nuk e di nëse kam ndonjë pyetje përpara se ta mbyll. Okej. Ku është? Ku është më i pse më ike? Jo, nuk ka gjë për më mamaj bile. Që nga Aurora, no. Ti e di shumë mirë mendimin tim, prandaj nuk luftoj asnjë. Edhe nëse kam të drejtën më të madhe. Unë kam qenë në këtë botë për 10 vite, në këtë botë në zhvillimin personal. E kam filluar që nga ushqimi, kam gatuar nga kuzhina me ju në Facebook, ndërkohë që ndaja këto gjëja i bëja duke gatuar, i kam formuar të gjitha format, sepse Reborn është fizik, mendor, emocional, shpirtëror. Kam vëzhguar nga të gjitha format, fjalët, asnjëherë nuk kam zgjedhur ti luftoj, sepse dija këtë që energjia e luftës nuk i shërben asnjërit. Në kuptimin kur themi luftojmë ne me njëri tjetrin që gjithë po sillim në zhvillim, në forma të tjera, edhe nëse nuk e bëjmë mirë. Për shembull, unë djeva, megjithëse më kujtove Aurora, pak dje Blerina, një tjetër njeri që respektoj shumë, çdo njeri që sjell një shërbim në këtë botë, unë e respektoj. Blerina dante një video në lidhje me një publikim të ri për sistemin imun. Me të drejtë, shumë entuziaste, ajo është rruga e saj e shinave të trenit. Ju dëgjuat që ne folëm të gjithë për shinat e trenit. Dhe ajo me shumë entuziazëm dante që morëm një të re për sistemin imun, edhe kështu, dhe u publikua vjetë më në fund shkenca e dha. Unë nuk ndëry, nuk shkruaj kur në asnjë, më doli përpara. Ndjeva për integritetin tim edhe të vërtetës, sepse dua t'i shërbej të vërtetës. Shkruaj me shumë dashuri, se sa e merr, se çfarë e merr, nuk është fare problemi im. E dashur Blerina, kjo është një vërtet një zbulim që mjekësia integruese e ka zbuluar vite më parë. Kaq, asnjë më shumë, asnjë më pak. Sepse çdo njeri bën më të mirën me atë që di. Dhe unë ndjej që Blerina është shumë e përqendruar, do që në punën e saj ti përbajt vetëm shkencës. Ka qenë dhe më shumë, dhe të ma dëgjoj Blerina, mund t'ja them dhe në sy, ka qenë dhe më shumë më parë. Kam parë shumë në këtë fushë, shumë. Ju kam folur dhe për Joe Dispensën, edhe më parë, dhe nga i kati 6 që jam, nga profili 6 jam, shikoj shumë, observoj, e kuptoj dhe them, okej, në linjën e tyre, por nuk do të thotë që është absolut e vërtet. Sepse pikërisht këtë gjë, mjekësia integruese e ka thënë vite më parë. Sistemi imun nuk lufton veten, përkundrazi. Kështu që e kemi shpjeguar edhe në trajnimin 5 ditore, shpjeguam që shkenca ka një rrugtim të tillë që i merr që gjërat më avash, le të themi. Le di marri. Dhe ka të procese në studime kërkimore, do bëj kërkime shkencore, do t'i testoj, do t'i verifikoj, do t'i publikoj, ka më shumë burokraci, sepse ju në e roli i sistemit që shpjeguam në trajnim. Dhe disa njerëz,
aty e kanë. Dedikimin, detyrën, lëre ta kenë. Ka dhe ajo vlerën e vetë. E vërteta është, në fakt, që njerëzimi e ka ditur si të haj, si të pi. E vërteta është që shpirti është më inteligjent nga shkenca. Dhe shpirti që është atje në fush, di gjëra që ne akoma nuk i dim. Inteligjenca hynore është perfeksioni dhe matematika dhe shkenca me lartë e tokës, dhe di gjëra që shkenca nuk ka arritur akoma t'i preki. Dhe me gjitha të unë i respektoj të kam qënë vetë në shkencë. Vazhdoj të besoj shumë në shkencë. Shkenca ka vendin e vetë. Por kemi kuptuar që tani po mësojmë dhe të plotën. Shkenca ishte një pjesë e byrekut, unë dua të di të gjithë byrekun. Disa do dedikohen tek nisove byrekut, ata kanë studiuar, qoftë mjek, dhe ta vazhdojnë të bëjnë me shumë dashuri. Disa të tjerë kanë zgjedhur të shikojnë të gjithë byrekun. Duan të kuptojnë kodi 28, do të kuptojë quhet immortality, quhet totality. Edhe për ju në grupit mentore dini, pare mirë çfarë folëm. Edhe do të kuptojë kush është e plota për shëndetin e njeriu. Ka shumë gjëra që akoma nuk i di. Bile dje më ka ardhur nga një mikesha ime shumë e mirë, ky artikull. T'ja u lexoj ju, thashë do ta mbyll, por gjithmonë inspirohem, sepse shohaj shumë, ka më shumë për të thënë. E kam arritur në këtë moshë të ardhë që jam, dhe do më kujtoni kur të vini në këtë moshë, sa shumë do mendoni ndryshe nga çfarë keni menduar, sa shumë do zbuteni, sa shumë do piqeni, sa të më të mpret do ta bëni lenten, sa më të reatuar do jeni në reaksionin dhe në impulset tuaja, apo në më erdhi ky artikull i fundit i një organizate të UNESCO-s, How Indigenous Knowledge Drives Scientific Discovery. Se si njohuria e vjetër e lashtë, indigenous janë ata shamanikët e ata, e dini ju kush janë, po nëcit, po është pararoja e zbulimeve shkencore. E keni do t'ja u vë në, ma ka dërguar me kesha shumë e mirë, Ulpiana, që është shumë e interesuar të bashkoj shkencën me spiritualitetin, një grua që beson shumë në shkencë, por që tani po kupton që duhet i gjithë byreku. Se i mungoni shumë pjesë. Dhe manitem kur publikime shkencore apo organizata prestigjioze e po i shikojnë të plotën. Mua më donte fatin e jetë përmes dhimbjes, përmes vuajtjes, të studiohet të plotën. Dhe dola nga një pjesë e byrekut. Prandaj, them të me pasion, që ky është misioni im, nuk do të thota bindet të tjerat. Po kur e shoh që trumbetohet diçka, sikur është për herë të parë, kam të drejtën time të them me shumë dashuri, që kjo ka qenë e njohur dhe zbuluar vite më parë. Vetëm për një arsye, për të qenë në integritet e gjagje, me Zotin, me të vërtetën. Natën e mirë, ditën e mirë kudo që jeni, nëse jeni jashtë Europës, për çdo pyetje ne të gjithë skuadra jemi në inbox. Pini shumë ujë, bani vete në energji të thellë, qetësie, për të kaluar këtë valë me intensitet. Shihemi në vazhdim, shihemi në Rich Soul.